محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhruar, të falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në xhumën e kaluar kemi folur rreth thirrjes. Dhe kemi përmendur se njeriu në jetën e kësaj bote është i prirur që t'i përgjigjet thirrjeve të ndryshme. Andaj në bazë të këtyre thirrjeve ai ndërton besimin e tij, e ndërton sjelljen e tij, veprimin e tij dhe në përgjithësi e organizon jetën e tij. Duke pas parasysh rëndësinë e këtyre thirrjeve dhe burimin e tyre, Allahu te bareku te ala në Kur'an kësaj temi ka kushtuar vëmendje të posaçme. Andaj kemi në Kur'an thirrje të lloj-llojshme, në forma të ndryshme që Allahu xhallahu ala thret krijesat e tij. Dhe është për neve shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër besimtar që krahas rëndësisë së temës të njihemi edhe me detajet e saj. A thua vallë në çka Allahu i thret robët e tij? Si i thret Allahu xhallahu ala robët e tij? Që të njihemi më së pari me kujdesin e Allahu xhallahu ala për neve duke na thirrë për gjëra të dobishme, të rëndësishme për neve, pastaj të shohim se thirrja e Allahu xhalla xhelaluhu si trajtohet nga ana e jon, çfarë pasojash ka nëse besimtari i përgjigjet kësaj thirrje dhe çfarë nëse nuk i përgjigjet. E kështu me radhë, të gjitha këtu nga udhëzimet e Kur'anit dhe fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar, respekti ndaj thirrjeve të Allahu xhallahu ala është pjesë e besimit tonë dhe është treguesi i edukatës tonë me Allahun xhallahu xhelaluhu. Allahu xhallahu ala i thret njerëzit në dy nivele. Nivelin e përgjithshëm, ku thirrja është për të gjithë njerëzit, dhe nivelin e përveçshëm, ku thirrja është vetëm për besimtarët. Sot do të cilë disa shembuj të thirrjeve të Zotit xhallahu ala për njerëzimin mbar, që të shohim se me çfarë kujdesi, me çfarë mëshire, me çfarë dashurie Allahu xhallahu ala i thret njerëzit t'i kthejnë udhëzimeve të caktuara, t'i kthejnë rrugës së Allahu xhallahu ala për të mirën e tyre, dhe nëse njerëzit i përgjigjen kësaj thirrje, a thua vallë, si do ndryshonte jeta e tyre, raporti mes tyre dhe organizimi i jetës së tyre në përgjithësi. Të shumta janë këto thirrje që Allahu xhallahu ala i fillon: o ju njerëz, o bijtë e Ademit. Thirrja është e përgjithshme, pa dallim kohe, pa dallim race, pa dallim vendi, pa dallim ngjyre, pa dallim ngjyre etnie kështu me radhë. Të gjithë Allahu xhallahu ala i thret. Dhe këto thirrje janë të shumta të lloj-llojshme. Sikur që përmenda do të cilë disa shembuj të këtyre thirrjeve, që ne besimtarët të shohim se si duhet jemi të dobishëm për njerëzit mbar, dhe si duhet jemi të parët ne që i përgjigjemi këtyre thirrjeve, edhe pse thirrja nuk është në emër të besimit, por është në emër të njerëzimit. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, të gjithë njerëzit, ubudu rabbakum, adhuroni Zotin e juaj, atë që ju krijoi juve dhe ata para juve, kështu që t'jeni të mbrojtur, e të ruajtur, e të kujdesur. Shikoni thirrjen e parë të Kuranit: adhuroni Zotin e manduar. Të ndrozër, e përsia njeriu ndaj krijesave të tjera që ndron në adhurim. Privilegjet njeriu i gëzon në bazë të adhurimit. Prandaj në bazë të asaj që adhuron njeriu ngritet, por edhe ulet dhe përbuzet në çmohet. Njeriu vetëm në pragun e adhurimit që ja kushton Zotit të tij, krijuesit të tij, ngritet. Ndërsa forma tjera të adhurimit drejtuar dikujt tjetër janë përbuzje në nënçmim për njeriu.
Pra shikoni si Allahu na thret që ta orientojmë natyrshmërinë tonë për adhurimin në drejtimin e duhur, që të ngritemi, që të ndriçohemi, që të udhëzohemi e mos të bredhim në luginat e ndryshme të devijimit, të idhujtarisë dhe format të tjera të deformimit në adhurim. Prandaj është më rëndësi kë adhuron njerëzimi sot. Njerëzit e historisë kanë adhuruar idhuj të ndryshëm, ndërsa sot nga idhujt, fatkeqësisht, nga idhujt më të shfaqur, më me autoritet një njerëz është idhulli i epshit, i kënaqësisë. Njeriu adhuron vetën e tij, adhuron epshin, dashuria për famë, dashuria për autoritet, dashuria për ndikim, dashuria për dashni nga të tjerët, ka dominu njeriu edhe në favor të apo në dëm të parimeve, të bindjeve të tij dhe të besimit në përgjithësi. Dhe Allah xhallahu na thret që të reflektojmë e të shikojmë se kë po adhurojmë, kujt po i kthehemi. Dhe të para që duhet të përgjigjemi kësaj thirrje jemi ne si musliman, që vetëm Allahun të adhurojmë. Dhe shikoni mbi çfarë argumenti Allahu e ndërton këtë thirrje, alladhi khalaqakum, ai ju ka krijuar. Prandaj si adhurojnë dikë tjetër, si i përulen dikujt tjetër, si i nështrojnë dikujt tjetër, ndërsa Allah ju ka krijuar, Allah ju furnizon, ai kujdeset për juve. Dhe në vazhdim të ajetit pastaj Allah sjell shembuj të këtij kujdesi dhe furnizimi. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ai është që ka bërë tokën të shtrirë për juve, të lehtë në lëvizje, të lehtë në përfitim, të lehtë në qarkullim. E ka ngritë qiellin mbi ju, dhe nga qielli zbet Allahu xhallahu ala shi dhe ujë që me të ngjall tokën dhe dalin fryte të ndryshme për të mirën e juaj. Andaj fala taj'alu lillahi andadan, o ju njerëz, mos e bëni Allahut shok në adhurim. Mos krahasoni me Allahun askë. Dhe tet Allahu xhallahu i veçantë në juaj. Mos e bëni këtë huqje në adhurim, duke ditë ju se ku duhet të ktheheni, duke ditë ju në bazë të natyrshmërisë, duke ditë ju në bazë të logjikës dhe arsyes, ku duhet të ktheheni dhe këtë duhet të adhuroni. Kjo është e rëndësishme për të reflektuar krejt njerëzit e ne besimtarë në veçanti. Kë e adhuron? Kush është për ty më i dashuri? Dhe kush është për ty autoriteti pa kontestueshëm që ti zbaton kërkesat dhe urdhët e tij? Një thirrje tjetër të ndëruar vëllezër, Allahu xhallahu ala në surën Bakara vazhdon e thot: Ja ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju njerëz, prap o ju njerëz, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, hani nga ajo që e kemi zbritur në tokë, e kemi krijuar në tokë, halal, hani nga halali, hani nga e mira. Halali në kuptim të fitimit dhe në kuptim të përmbajtjes. Fitoni halal, fitoni me djers, mos fitoni mbi djersën e huaj, mos fitoni duke keq përdorur mundin e dikujt, mos fitoni me mashtrime, mos hani nga tradhtia e mashtrimi e korrupsioni, hani nga djersa juaj, hani halal. A nuk është të me rëndësi? Sa ka sot në botën në vëllezër keq përdorim të pasurive të tjerëve, lufta të ndryshme për të dominuar territoret caktuara e për të marrë pasuritë të tjerëve. Forma të ndryshme të keqpërdimit të punëtorëve, të djersës, së huaj e kështu me radhë. Vjedhjen e forma të ndryshme me mjeshtri të rrallë, të ambalazhuara ndoshta edhe me arsyetime të caktuara juridike, ligjore e kështu me radhë. Andaj Allahu xhallahu udhëzon njerëzimin që mos të keqpërdorin pasurinë, të hajnë halal, fituar me djersën e tyre, nga se nëse këtë nuk e bojnë, çfarë ndodh? Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Mos i ndiqni hapat e shejtanit. Shejtani ju mëson që të hani pasurinë e huaj. Shejtani ju mëson që mos të ngopeni me djersën e juaj. Shejtani ju mëson që të ndiqni rrugët e këqija të përfitimit, e të hani, e të pini atë që është e dëmshme dhe e ndaluar. Shejtani ju mëson që të merrni drogën. Shejtani ju mëson që të pini alkoolin. Shejtani ju mëson që të ndiqni rrugët e pesta të dyta që janë në shpërputhje me natyrshmërinë dhe logjikën e juaj të pastër që Allahu ju krijoi në atë që ti ktheni Allahu te bareke o taala. Kjo thirrje nuk është për besimtarët vetëm. Kjo është për këtë njerëzit që të reflektojmë e shikojmë se si përfitojmë, si përpasurohemi, çka po hajmë e kështu me radhë. Dhe kush është armiku jon?
Pra shikoj këtë kujdes të Allahut për njerëzit. I mëson çka me hongër, si me hongër, çka është dobi tyne, si të fitojnë, që ky fitim të jetë në shërbim të lidhjes mes njerëzve, të jetë në shërbim të paqes, jo në shërbim të luftës, arrogancës e konflikteve mes njerëzve. Jo që pasuria të na ngatron, po ja të na pajton. E këtu mësimit të Allahu xhallahu ala për këtë njerëzit në barë, kudo që janë, mos e ndishni shejtanin armikun e juaj, innahu lakum aduwwun mubin. Atë keni armik. E çysh ka mundsi njëri me ngu armikun? Çysh ka mundsi njëri me lën mikun e me marr armikun? A është e mundshme? Andaj Allahu xhallahu tha bi'sa lidh-dhalimin badala. Sa për zgjedhjet gabuar, të padrejt kanë bërë mizorët. Për zgjedhje gabuar, ta dëgjosh armikun, ta ndjekësh armikun. Pse? Pse thirrja atij është më joshse, më atraktive, më në përputhje me epshin. Thirrja Allahut është më joshse, është më atraktive, më përmbajtësore, madje vetmja është e duhura për njeriu. Për këtë arsye njeriu duhet me ditë ka të pozicionohet, ku të rreshtohet, cilës të jetë i përgjigjet. Dhe kështu Allah i thret këtë njerëzit si të organizojnë jetën e tyre materiale dhe shpirtërore dhe kush është armiku i tyre. E nëse kuptojmë se shejtani kemi armik dhe të gjithë e orientojmë armicin ka shejtani, nuk do të mbetet fuqi armicore pastaj t'ia drejtojmë njëri tjetrit. Do të duhemi mes vete, do të pajtohemi. Por fakti se nuk e kemi marrë shejtanin në armik, shejtani po na armicon pastaj mes vete, për shkak se fuqia e armikut që duhet të drejtohet ka shejtani, drejtohet ka njëri tjetri. Vllau ka vllahu, vllau ka motra, familjet mes vete, miqt mes veti, shoqëria mes veti, e kështu me radhë. Gjitha këto ngatresa, gjitha këtë dhunë, gjitha këto lufta, padyshim që i nxit shejtani me cytë ndryshme, duke ngjall tek njeriu lakmi dhe pangopsin për këtë dunjë. A nuk është mësim i dur? A nuk është thirrje mrekullueshme këtë njerëzimit? Në kuadër të thirrjeve të ndëruar vëllezër, çka Allahu na thret? Shikoni këtë thirrje mrekullueshme gjithsesi. Prap njerëz Allah i thret: Ja bani Adama, inna anzalnakum alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Allahu tha o bijtë Ademit, o bijtë Ademit, të gjithë që keni prerë nga Ademi, o krijesat Zotit xhalla xhelalu, ne kemi zbrit për ju e petkun që ta mbuloni trupin e juaj. Andaj njerëzore është të mbulohesh e të veshësh, jo të dalësh i zhveshur. Njerëzit atë historisë kanë investuar për të vesh, e pastaj për njerë janë përmbysë e kanë filluar me u zhvesh. Shfaqja e pjesëve të turpme të trupit, padyshim se nuk është përputhje me udhëzimet e Zotit, nuk është përputhje me begatitë e Allahu xhallahu ala, nga sa ai që e don zhveshjen, ai që e don lakuricin, ai që e don pamoralin, është djalli i mallkuar. Allahu na dhe që të veshemi si duhet, e të zbukurojmë me teshat e petkun që Allah e ka zbrit, duke na mësuar gjithmonë se petku i devotshmërisë është më i mirë dhe më i dobishëm për neve. Andaj, shikoni si Allah na kompleton, na vesh nga brendia jon me petkun e devotshmërisë, na vesh nga brendia jon me petkun e besimit, e edukatës moralit, dhe na vesh nga jashtë me petkun e bukur të zbritur në tokë, në begatit që njëri nga ato merr pastaj edhe që ndis e qep teshat për veten e tij. Prandaj Allahu xhallahu ala Ademin ajson kur e ka futur në xhenet, nga mirësia ndaj Ademit e ka vesh. Ndërsa kur Ademi bëri mëkat, nga dënimi ndaj Allahu xhallahu ala ai u zhvesh. Prandaj të ndërruar vëllezër, treguesi i zhvillimit e përparimit të njerëzve, i ngritjes intelektuale, i pikurisë, nuk është deshja, nuk është zbulimi i trupit, por është veshja dhe eleganca në trupin e tij, pastërtia. Dhe aja që njeriu me teshtën e tij, me aromën e tij, bëhet i këndshëm për të tjerët. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj udhëzime për të vesh, udhëzime për të mbuluar, udhëzime për turp, udhëzime për edukat, janë udhëzime që Allah i drejtohet të gjithë njerëzimit. Dhe në fund të kësaj hyrje të ndrozur, edhe një thirrje nga thirrjet e shumta që Allah i thret njerëzit, e që është thirrje bazike, esenciale dhe e domosdoshme të kuptohet veçanërisht në kohën tonë, ku njeriu ka të kaluar kompetencët e tij, spaku duke pretenduar dhe duke menduar se ka arritur një nivel të pamposhtjes. Nuk ka mundësi më të gjynzohet njeriu. E Allahu thot: Ja juhen nas, o ju njerëz,
Shikoni prap, o ju njerëz, shikoni çfarë thirrje. Ja ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, kuptoni edhe për gjithmonë. Kuptoni këtë realitet të pandryshueshëm. Antumul fuqara, jeni fukarat e Zotit, jeni të varfër. Sado që arrini nga dija, në raport me Allahun jeni ignorant. Sado që arrini nga fuqia, në raport me Allahun jeni të dobët. Sado që arrini nga pasuria, në raport me Allahun jeni të varfër. Nga se për Allahut nuk mundi asnjëherë tini as të fuqishëm, e as të pastër, e as të dijshëm, nga të gjitha i keni nga Allahu te barekoteala, dhe atë që Allahu a ka dhënë është shumë pak në krahasim me atë që ka Zoti xhallahu në pafundësinë e begative dhe mirësive të tij. Prandaj, nëse njëri kupton se ka nevojë për Zotin e tij, dhe se këtë nevojë nuk e përmbush asnjë nga çështjet e kësaj bote materiale, njeriu bëhet pastaj i përmbushur si duhet, e jo i pasur jashtë, e i zbrazur mrena, i pasur në dorë, e i varfër në zemër. Kjo është kriza njeriu të bashkohor. I mbushur në sofër, i mbushur në hormonet e teshëve të tij, e i zbrazur në emocionet e dashninë e tij. Kjo është jeta e njeriu të bashkohor. Prandaj Allahu na drejt që t'i kthehemi Allahu xhallahu ala, që ta përmbushim veten nga brendia jon me bindje se kemi nevojë për Allahun xhallahu ala, dhe mos të tentojmë në asnjë mënyrë të përdorim mjete tjera alternative për ta përmbushur, nga se do të dështojmë. Zemra e njeriu, brendia e tij nuk mbushet me asgjë, pas me Allahun xhallahu ala, pas me besimin në Allahun, pas me dashninë te Allahu xhallahu ala. Çdo përpjekje që me anashkalu këtë realitet dhe me kalu dikun tjetër që të përmbushim me diçka tjetër nga kjo dunja, është dështim dhe është humbje, dhe është gënjim e dëshpërim që njeriu ka më shumë në vazhdimsi, derisa nuk i kthehet këtij realiteti. Antumul fuqara'u ila Allah, ju jeni të varfër për Allahun, ju keni nevojë për Allahun xhallahu ala, dhe këtë nevojë për Zotin nuk ka mundësi me zaventsu, e as me plotsu, e as me përmbush asgjë. Qoftë këtë dunjon me ta dhon, qoftë këtë dinë me ta dhon, qoftë këtë fuqi me ta dhon, prap ki me qeni mbet, prap ki me mbet. Rob i shkret, i varfër, që në vazhdimsi ki nevojë për Allahun te barekoteala. Dhe kjo thjesht nuk është për besimtarin, por për këtë njerëzit që të reflektojnë në raport me këtë udhëzim dhe të përgjigjen thirrjeve të natyrshmërisë, të cilat janë në përputhje me thirrjen e Allahut te barekoteala. Allahu na mbush zemrat besim, na mbush Allahu jetën me kuptim të dur, që realisht jeta pastaj bëhet e dashur, e këndshme, e lumtur, pavarësisht rrethanave të jashtme që i kemi, nga se sado që mbetemi të përmbushur nga jashtë, gjithmonë ka hapësirë për të përmbushur dhe më tepër. Andaj njeriu nuk ngopet kurrë, dhe mënyra e vetme për të qenë i përmbushur është përmbushja e brendisë, sikur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasuria reale është pasuria e zemrës. Nëse njeriu në zemër është i pasur, në shpirt është i pasur, në vlerë është i pasur, pastaj çdo gjë që e ka jashtë ka kuptim dhe ka vlerë. Nëse në zemër, në shpirt dhe në vlerë është i varfër, vallahi pasuria e dunjas më ia dhon, mbetet lakmiqar dhe i pangopur. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë, na fal mëkatet tona, ndaj kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të nderuar vëllezër, në përmbledhje të kësaj hutbe edhe një thirrje. Nga thirrjet e shumta të Allahu xhallahu drejtuar njerëzimit, e pastaj nga gjumata ashtu do të flasim për thirrje drejtuar besimtarëve. Por tu janë thirrje drejtuar njerëzve, pa dallim gjyre, race, feje, të gjithë Allahu i thret. Nga se pejgamberi ka ardhur për të gjithë, dhe Kurani është për të gjithë. Në përmbyllje Allahu thot: "Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim." O ti insan, o ti njeri, shiko tash individ për individ Allahu thret. Person për person Allahu e thret. Njeri për njeri Allahu thret. Ja ayyuhal insan, o njeri, o insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Çfarë ka bërë ty që ti je i mashtruar e i larguar nga Zoti yt? Pse si kthehesh Zotit tan? Pse nuk i përgjigjesh Zotit tan? Pyetje e madhe. E disa nga dietarët janë përgjigjë në koment të ajet duke thënë, duke shpjeguar se çka e ka mashtruar njeriu. Dhe ky është mashtrim që duhet të
ikim nga ky mashtrim, t'i kthejmë realitetit e të shpëtojmë nga mashtrimi, nga se shumë nga njerëz jetojnë në mashtrim. Allahu na thret që të ikim nga mashtrimi, të ikim nga mjekulla, të ikim nga ëndrat, nga iluzionet, t'i kthejmë realitetit. Cila është ëndra? Cila është iluzioni? Cila është mashtrimi? Të besosh se Allahu xhallahu ala komi t'i falë ke gjunat e komi të shpërbly, ndërsa ti tan ditën e tan kun ke qenë larg udhës së tij. Të besosh se Allahu xhallahu ala është i mëshirshëm, fal mëkate e ti s'kërkon kur nga ai të përfitosh nga falja e tij, por vazhdon të përfitosh nga mirësitë e Allahu xhallahu ala duke menduar se mirësitë e Allahu xhallahu ala janë treguar se Allahu po don. Dikush mendon se pasuria që Allahu jep është ajo që Allahu po e don. Dikush mendon se shëndeti që Allahu po jep është ajo që Allahu po e don. Dikush mendon se rahatia që Allahu po jep është ajo që Allahu po e don. Allahu tha kalla, nuk ka kështu, gabim e keni. Këtu janë sprovë. Ndërsa treguar se Allahu po don, është kur thua Allah më fal. Treguar se Allahu po don dhe kthimi në realitet është ti kthesh zbatimit të obligimeve, të largohesh nga ndalesat, e ky është realiteti. Pse Allah për qëra fat, Allahu thret njerëzit e ata nuk i përgjigjen. Ai prap i furnizon. Allahu thret njerëzit e ata prap refuzojnë. Ai prap i begaton. E kjo begati dhe ky afatizim të ndërlozur dhe ky vonim i dënimit ka bënë me i mashtru, duke menduar se s'ka dënim, me pas diçka më të kishu Allahu azza xal. E Allahu çka thot? Inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah po i vonon për atë ditë kur kanë më shtang sytë e tyre. Vdekje. Prandaj mos e prit vdekjen e të kuptosh realitetin, por këndellu para vdekjes. Ktheu tek Allahu xhallahu ala para vdekjes o insan. Mos u mashtro me begati, mos u mashtro me rahati, mos u mashtro me afatizim, nga se gjitha këtu janë sprova. Përfiton nga afatizimi e mos e keq përdor afatizimin. Nga se Allahu xhallahu ala çdo kujt ka përcaktuar një afat caktuar. E pas afatit nuk ka kthim më. Pas afatit, pas kuptimit të realitetit, pashmangshëm, nuk ka përmirësim më. Prandaj Allahu na thret që këtë përmirësim, këtë këndellje, këtë njohje të realitetit ta bëjmë para se të bëhet vonë. Para se të skadon afati që Allahu ja ka përcaktuar çdo njeriu, ajo është shtangja e syve të tij dhe vdekja dhe dalja nga dunjaja. Edhe ata që bojnë zumë këtë dunja të ndërlozër, edhe ata që bojnë keq, shtypin të tjerët, vrasin gra fëmijë, mos të mendojnë se kanë me i shpëtu drejtësisë Allah xhallahu xhelalu. Mund të shpëtojnë drejtësisë së dunjas, që është selektive, që nuk është e drejtë, edhe pse quhet e tillë, po mund të shpëtojnë këtë dunja me forma të ndryshme të ndikimit politik e ekonomik. Mirë pa Allah xhallahu thotë, ka marrë dita kur kemi i pagu faturat e gjakut të derdhur, e pasurisë së keq përdorur, një ditë ka me ardhë, pa tjetër ka marrë dhe e ditë. Dhe çdo kujt kjo ditë i vjen në vazhdimsi, dikujt sot e dikujt nesër. Prandaj nuk bën më na mashtru afatizimi i zullumçarëve, i keqpërdoruesve, sa ata bëjnë keq dhe prap Allah po i lën. Po i lën për një arsye dhe urtësi të caktuar, e ti mos u mashtro. Ti ktheu tek Allahu xhallahu, bëri syçel, bëu i vëmendshëm, i kujdesshëm, e të kuptosh se kjo është afatizim që dikush e ka marrë si mësim, e dikush fatkeqësisht ka rënë në mashtrim. Prandaj Allah tha: "Ma gharraka, mos u mashtra, pse po të begatoj, e po të do jetë, e në fund ka me të shpërbly, e pse ke qenë i padrejt, e pse ke qenë keqbërës." Mos u mashtroni me këtë. Rruga e vetme e kthimit tek Allahu dhe e shpëlimit është rruga e pendimit, rruga e adhurimit, rruga e halalit, rruga e bamirësisë e kështu me radhë nga ato që i cekëm më herët. Allahu na ruaj nga mashtrimet. Allahu na ruaj nga jeta në iluzione, e kur të vdesim të kuptojmë se kemi qenë të mashtruar e të tradhtuar. Ka njerëz që kanë me klithë e bërtit ditë gjykimit, se kanë qenë të mashtruar, e të tradhtuar, e të keq përdorur, por to klithë dhe ankesa nuk do të hasin në mirë kuptim, meq e ke pas kohën e mjaftueshme në dunja të këndellësh, e ti hapër sytë, e të kuptosh se cilën rrugë duhesh me ndjek dhe cilave thirrje duhesh ti përgjigjesh. Allahu na udhëzoft e na përmirësoft gjendjen tonë. Këtu janë disa thirrje të ndërlozur që kanë të bëjnë me thirrjet e Allahut njerëzimit. Një shembull nga thirrjet e shumta dhe e kuptuat se në çka Allahu thret. Prandaj të ndërlozur, a mund të jetë Islami i dëmshëm për njerëzit? A mund të jetë Islami problem për njerëzit? E në thelbin, e në esencë të mësimit janë këto thirrje. Në çka Allahu thret njerëzit? Janë çka i thret? I thret në besim të pastër,
i thret në fitim të pastër, i thret në bashkëpunim, i thret në paqe, në tolerancë, në siguri, në liri, i thret në drejtësi Allahu xhallahu ala, i thret në turpe moralin edukat. E a këtu mësimi janë problem? A këtu mësimi janë telashe? A këtu mësimi duhet me i pengu? Çdo kush e ka mundësi me menu dhe ka afatin e vet. Allah na mëson që të këndellemi para skadimit të afatit e që është përfundimi i jetës tonë. Allah e përmirësoj gjendjen tonë. Allah na bëf shembull të mirë të përhapjes së këtyre mësimeve. Dhe Allah e këndell njerëzimin me mësimet e Allahu xhallahu ala, me mësimet e krijuesit, që të largohet nga njeriu arroganca, mendimallësia, pangopsia, lakmia, keqpërdrimi, t'i kthehemi mëshirës, t'i kthehemi dashurisë, t'i kthehemi mirëkuptimit, t'i kthehemi bashkëpunimit, pikërisht sikurse Allahu xhallahu ala kërkoi dhe për këtë Allahu na krijoi. Nëse askush nuk pranon me kontribuon në këtë aspekt, ne si muslimanë kemi për obligim dy fish, edhe si njerëz, edhe si besimtar, Allahu na bëf shembull të mirë për këtë. Allahu i shëroft të smurit tanë. Allahu i ndihmoj çdo kush që është në pikëllim, mirim me probleme. Allahu i mëshiroft të vdekurit tanë në bashkëpunës bashkë me ta në xhenet. Allahu na ruajt neve, popullin ton, vendin ton, nga çdo keqbërës, nga çdo i lig, nga çdo tradhtar mashtrues. Kurdo që tenton forma të ndryshme ta mashton rinin ton, Allahu e ruajt rinin ton nga mashtrimet dhe keqpërimet e mosha që i largon nga rruga e besimit, edukatës dhe moralit. Allahu na bëf shembull të mirë për të gjithë, na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na shpërblet me xhenetin e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.